Përshëndetje shenja e dashit. Sot do të interpretojmë kartat për javën 1-7 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj personale, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakëll. Atëherë, në gjendjen tuaj personale ne kemi 7 shkopinjt, mbretëreshën e kupave, 8 kupat dhe 4 shkopinjt. Çfarë thon kartat për gjendjen tuaj? Këtë javë ju ndiheni sikur duhet të mbroni veten, qëndrimet apo kufijt tuaj. Ka një largim emocional nga situatat që nuk ju përmbushin më dhe dëshirë për më shumë paqe shpirtërore. Intuita ju udhëzon drejt qetësisë përkundër presionit të jashtëm. Fundi i javës sjell stabilitet, si një rikthim në një vend më të sigurt emocionalisht. Ndërsa në familje kemi temperancën, shërimin dhe balancën, hëna, 5 shkopinjt dhe kalorësi i shkopinjve. Në familje mund të përjetoni tensione ose mosmarrëveshje të fshehura. Disa çështje nuk janë të qarta dhe këto kanë ndikim nga ndonjë impulsivitet nga ndonjë antar familjar aty. Ju jeni në rolin e pajtuesit, duke kërkuar qetësi dhe ekuilibër. Kjo kërkon durim dhe maturi për të mos e ushqyer konfliktin. Në dashuri kemi faqen e kupave, kryepriftëreshën, faqen e shpatave dhe 8 shpatat. Në dashuri, jeta sentimentale duket se ka ndjenja që nuk janë shprehur plotësisht. Ju ose personi tjetër jeni paksa si të rezervuar dhe po përpiqeni të kuptoni njëri tjetrin, por në heshtje, të mbrojtur. Megjithatë, ka edhe pasiguri edhe ndjenjë bllokimi emocional. Prandaj kartat këshillojnë të besoni në intuitën tuaj, por edhe duhet të guxoni të hapeni me kujdes. Vazhdojmë me punën ku kemi asin e kupave, 4 shpatat, mbreti i kupave dhe vdekja. Në punë ka një mundësi të re emocionale që shfaqet me asin e kupave, që mund të jetë kreative, mund të ketë filluar ose do të fillojë, por tani ndodheni në një fazë pushimi apo reflektimi me 4 shpatat. Ju jeni duke treguar pjekuri emocionale në vendimarrje me mbretin e kupave dhe karta e vdekjes tregon që një cikël po përfundon, por kjo mund të nënkuptojë një transformim të rëndësishëm në karrierë, si lëvizje drejt diçkaje më përmbushëse. Dhe me prizëm orakëll, disruption, përçarje, duket sikur kjo javë mund të sjellë ndërprerje ose ndryshime që në fillim duken të vështira, por në të vërtetë ato janë katalizator për rritje. Pra mos i rezistoni ndryshimeve, ato janë për të mirën tuaj afatgjatë dhe kjo është një javë e thellë emocionalisht. Po largoheni nga situata të vjetra që nuk ju shërbejnë më dhe po hapni rrugë për stabilitet dhe qartësi. Në dashuri, ndjenjat duken shumë të thella, por komunikimi është kyç, ndërsa në punë një kapitull po mbyllet. Mos keni frikë nga e reja që po vjen. Unë ju përqafoj dhe deri herën tjetër, kujdesuni për veten. Paçim!